Fillojmë? Mos kanë ardhur në protokol. Në mbledhje, me pas menin do. Një minutë. Se po alja kryesori do. Se regjistron. A do me folë kush? Hajde. Përshëndes gjithë dashamirësit e sportit Shkodran, mi gjitha nënkryetari që merr pjesë në këtë eveniment të datlinjes Paulin Palmarkut, që bën 75 vjetorin, i urej shëndet në familje, në shoqëni, kudo që t'jeni. Urime gjithëve pjesëmarrësve këtu që jeni, të dashamirët e sportit Shkodran, edhe të zonës veriut edhe të jugut. Por Palmarku u bofsh edhe i 100 tjera palë. Urime, është 75 vjetorin, kryetar, falënderes për jush, që keni marrë pjesë në këtë datlinet Palmarkut, që është në sportistat e mirë, ju me të thënë drejtën në Shkodër, ka kënë me e vështirë me hi informacion. Pali ka kënë dheqja e sportit. Me hi informacion në Shkodër në atë kohë, ka kënë vështërsi, se kena pas ka 3 kundërshtar njeni me tjetër. Unë kam pas vetë Mirar Vuksanin, Mirar Vuksanin, Dushan Vason, Geg Gjonin, atë Nikol Grimen, që kena kënë ton një pesh, edhe a letë me folë sot, kur grumullojnë sportistat një për një. Një informacion, sport është bo në atë kohë, në sistemin mund të shkajmë si dëna, sport ka arrit rezultatet mira të asaj kohë. Ta është ka jetë zhvillimit që jetë zhvillim. Urime, falënderes gjithëve, edhe suksese palë në jetë edhe në familje. Të nderuar pjesëmarrës, faleminderit për ftesën për organizimin e kësaj ceremonie domethënëse për 75 vjetorin e ditëlindjes të mundis të quajtur vllaznisë, trajnerit dhe arbitrit të nderuar Palmarku. Të nderuar të ftuar, nënkryetari i bashkisë, drejtori i sporteve dhe gjithë miqtë që kanë ardhur këtu. Shkodra është vendi i traditave patriotike, kulturore, sportive dhe shoqërore. Nga ekipi i vllaznisë kanë dalë shumë mundës të shquar, kampion kombëtar, ndërkombëtar e deri kampion bote. Me këtë rast kujtojmë mundësit të shquar Shkodran, kampion të vllaznisë që nuk janë më, mundësit kampion aktual, veteranët e shquar që janë prezent dhe të gjithë shokët e tjerë, si dhe mundësit aktual të vllaznisë që po ringrihet duke marrë vendin deri. Sot është festa e ditëlindjes së Palmarkut dhe në emër të shoqatës kombëtare të mundës shqiptare dhe presidentit Muhamet Malo, ju urojmë Palit gëzuar ditëlindjen, jetë të gjatë dhe faleminderit për ftesën. Ju uroj gjithë pranishmit të kenë shëndet dhe gëzime në familjet tuaja. Respekte dhe sukseset degës së shoqatës së mundjes së Shkodrës dhe drejtuesve të saj. Shoqata kombëtare e mundjes shqiptare vendosi të nderojë Palmarkun me titullin e lartë të meritës sportive, nderi i mundjes shqiptare. Me motivacionin edhe atëre. Motivacioni është zotit Palmarku, shoqata kombëtare e mundjes shqiptare, medalje e meritës sportive, nderi i mundjes shqiptare.
me motivacionin, mundës i shquar, ndër më të mirët e peshës ti, fituesi i disa vendeve të nderit, trajner dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka kontribuar në rezultatet e ekipit Vllaznia Shkodër dhe përfaqësuar me dinjitet mundjen shkodrane. Presidenti Glen Manut, data dje, se dje ke pas dilinin. Tash do ta ndaj këtë medalje në kryetari i bashkisë për ty. Ibe se kam medalje, okej, patjetër, Kurse medaljen, vazhdo. Vetëm ndarjen, bes. Gëzuar, edhe një çim. Jo. Kurse medaljen për kace do ta shpërndaj Bes Rama, një ndër mundësat e shquar të Shkodrës, po edhe një ndër aktivistët dhe mbështetjet më të mëdhenj të gjithë shoqatës sportive, shoqatës kombëtare dhe shoqatës Vllaznia. Po do dorëzoja Bes. Egzash. Atëherë kënaqësi e veçantë që si bashkinë jemi prezent sot në ditëlindjen e Palit. Pal në emër kryetarit bashkisë gëzuar 75 vjetorin dhe për ne të një aset, jo vetëm si ish sportist, trajner dhe arbitër minjor në sportin e mundjes, po si qytetar mrekullueshëm. Unë kam pas fatin që Palin ta njeh edhe si familje në vite, është mik i babs, kështu që edhe në babs të rrej gëzuar ditëlindjen, në emër të bashkisë gëzuar ditëlindjen edhe gjithë miqve, është kënaqësi e madhe që jemi mes ish sportistëve, ish kampionëve, gjithë me emër të dalluar edhe me spikate të mëdha në sportin e mundjes dhe të uroj shëndetëmarrësi dhe jetë gjatë kurdo. Gëzuar. Atë jap pak edhe certifikatën e mirënjohjes. Në emër të kryetarit bashkisë, po t'jap këtë certifikat mirënjohjet për kontributin e madh në sportin e mundjes. Egzash edhe Shok, mirë se keni ardhë. Faleminderit për jush që keni ardhë, keni lënë punë tuaja. Ju jam shumë mirë njohës, se këtë ditë po më bani edhe më të gëzueshme me prezencën tuaj. E inshallah, gëzime edhe të ju mblasim gjithmonë. Përshëndetjesh, dashur miq, pata kënaqësinë që Zoti Pal Marku më bani i ftesë në 75 vjetorin e ditëlindjes tij. Unë kam pas fatin të jem një 10 vjet inspektor ku edhe kam mbuluar sektorin e mundjes. Kështu që flas me shumë kompetencë për arritjet e këtija. Ky ka qenë një sportist i nivelit të lartë, mbi mesatare. Në podium të nderit ka qenë i vazhdueshëm. Edhe është cilësuar për sportist shumë i fortë, shumë i disiplinuar, veçanërisht në klubin sportiv Vllaznia na e marrshim si njeriu shembull në sport. Por unë do të flasim tije më tepër në fushën e dytë, pjesën e dytë të Palit. U bë një gjyqtar nga më të mirë që kishte Shqipëria. Në çdo moment ma kërkoshin me emër Pal Markun dhe ortakun e tij që shkoshin bashkë, Skënder Mashakun, të dy, si arbitra cilësor. Unë i uroj jetë gjatë dhe kam marrë me shumë kënaqësi sepse edhe njeriu me mësjell këtu ma gjeti vet Pal Marku, të madhin Zef Çupi, që s'do të harroj këtë ndër e mirësi, do humbshe një rast bukur tek. Faleminderit se që më dhat fjalën. Ju uroj Palit edhe 100 vite të tjera të lumtura. Pal Markut, i shokut tonë, unë në vitin 1975 kam shkuar me ekipin e Vllaznisë, kam gjetë Palin aty me gjithë shumë sportistë të tjerë, një sportist cilësor, sportist i pastër në shpirt, sportist i disiplinuar, edhe rezultatet i ka pas shumë të mira. Për mua, me rezultatet, me çka ka pas Pali, për mua është kampion. Ka kënë mundës kampion, si me rezultate, kampion në shoqëni, kampion si ideal, kampion familjar, i qytetari është shumë i rregullt, kja ka rëndësi, shumë i mirë, shumë i disiplinuar, ashtu. Si kampion i beta dhe një bet shpejt. Hashari ka kënë i vogël, i fije ka kënë kryniç. Më përjuroj unë me gjithë zemër, inshallah bëhet 100 vjeç. Tash për beta Andrej Haçarkun. Po flas tash në emër të shoqënisë. Falënderes ka ardhur sot në ditëlindjet Pal Markut edhe nën kryetari i bashkisë.
Po pra. Pal Markut i uroj jetë gjatë dhe dëmtër. Pali ka qenë një mund shëmbullor dhe një albitër shëmbullor. Ka qenë në më të mirë që ka pas Shqipënia. Edhe i uroj sukses e jetë gjatë. Sot jemi në ditëlindjen e veteranit të sportit mundjes së Pal Marku, që natyrisht edhe unë jam shumë i gëzuar si vllai i tij, në emër të familjes Marku, ju përshëndesim edhe një herë, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Në veçanti unë kam shumë emocione kur jam prezent me këtë brez të artë të mundjes, sepse një pjesë e madhe të jetës time ka qenë e destinuar për ndjekjen e sportit mundjes. Kam pas fatin të jem rreth 2 vite me ekipin e mundjes klasike të vllaznisë, me ekipin e trive, por më tepër si vllai i Palit, por edhe me pas edhe si gazetar sportiv, i gjithë ky brez me sjell nostalgji të veçantë, sepse me rikthen në vëmendje ato emocione të viteve të arta të mundjes shkodrane dhe asaj shqiptare. Ka qenë knasi e veçantë që e kam përjetuar atëherë dhe shkrimet e mia akoma sot pasqyrojnë atë histori të mirë fill të mundjes klasike të Shqipërisë. Dhe në këto momente një pjesë ati brezi është prezent dhe meriton respekt veçantë, por ndërkohë shumë prej tyre mungojnë, disa prej tyre janë ndarë nga jeta dhe është momenti edhe një homazh për gjithë ato që kanë ndruar jetë, por kanë lënë një emër shumë të mirë në sportin e mundjes. Prandaj ftoj edhe një minutë heshtje në respekt të këtyre figurave që sot janë ndarë nga jeta. Respekt dhe konsiderat për gjithë ato emrat që thamë me herët që sot nuk janë mes nesh, por kanë lënë prapa një histori brillante që edhe sot kujtohet me shumë respekt. Është me jeni ftuar, por pa e mbyllur, natyrisht me falënderimet kryesore shkojnë për shoqatën kombëtare të veteranëve të mundjes klasike me presidente Mohamed Malën, që nuk jeton, për djali i tij Kladi Mala është presidenti aktual, në veçanti për dyshen Gjilil Cibaku dhe Besni Krama që kanë qenë shumë aktiv në organizimin e këtij takimi, duke përfshirë dhe shoqatën e veteranëve të mundjes Vllaznia, me në kryerje Elias Gurin dhe Dilaver Cufin që janë promotor të kujtimit të respektit të figurave të ndryshme. Natyrisht që një respekt dhe një mirënjohje të veçantë ka Bashkia Shkodër, kryebashkiaku Benet Beci, nën kryetari i bashkisë ish futbollisti i Vllaznisë dhe i kombëtarës Rudi Beka, si dhe drejtori i sporteve në Bashkinë Shkodër Auron Miloti, të cilët janë prezent dhe akorduan dhe vlerësimet përkatëse. Mirënjohje të gjithëve. Ju shpërbleshim në gëzimet të gjithëve sa jeni prezent. Se nuk është sot nej ato, një fjallin Dilaverit, për meritat që Pali ka, gjinanës e kënë qytetar në erit. Film si më dhe,
është gjallë e mund ta. Unë e refuzoj. Zorën tjetër, pas partija Po gjeri, po një sekund më burë. Po një ka vërë cufi, po s'ma ka bëjmë s'ma hapë ma telefoj, se një ka mëra. A i legenda Kasper Marko. Si janë një, se ka marë mamë. Io già mi è dico cosa scrivo.